Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekja e njohur dojo befasoj. Nga nesër pini një lugë vaj ulliri esëll dhe shikoni çfarë ju ndodh. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, farmaci ose në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është edhe niveli i yndyrnave mono të pangupura, sidomos acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që sjell në shëndet, vaji i ullirit është i quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare. Nëse doni të konsumoni një lugë me vaj ulliri çdo mëngjes, ju do të parandaloni një sër problematikash. Sipas Health.com do të rendisim në këtë video të gjitha përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nga konsumi i një luge të vetme me vaj ulliri esëll çdo mëngjes. Një nga shkaktarët më të mëdhenj të sëmundjeve të Alzheimerit është edhe rritja e akumulimit të aminoacideve në trup. Një grup ekspertësh në Universitetin e Luizianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal, që gjendet te vaji i ullirit, ka fuqinë të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i spastrojë ato. Vetitë e vajit të ullirit ekstra të pastër janë të mira edhe në luftën kundër problemeve të ndryshme, siç mund të jenë ato që ndikohen nga radikalet e lira. Dy llojet e problemeve që janë testuar më shpesh që lidhen me sistemin tretës dhe problemet e xhirit mund të mbahen larg me përdorimin e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik dhe parandalon formimin e qelizave të dëmshme dhe me antioksidues fenolik të cilët kanë veti të mira kundër këtyre problematikave. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër nga personat që vuajnë nga diabeti i tipi 2 i ndihmon ata edhe në uljen e niveleve të sheqerit dhe ndihmon gjithashtu edhe në rregullimin e tensionit të gjakut. Përfitimet të tjera të vajit të ullirit janë të larmishme. Vaji i ullirit do të forcojë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Antioksidantët e vajit të ullirit do të mbrojnë sistemin imunitar edhe nga problemet e infeksioneve dhe do të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Vaji i ullirit do të përmirësojë gjithashtu shëndetin tuaj të zemrës, duke ndikuar pozitivisht në mbrojtjen e niveleve të tij dhe parandalimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit dhe përmirëson ndjeshëm shëndetin tuaj. Vaji i ullirit do të ndihmojë gjithashtu edhe për të rënë nga pesha duke sjellë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt. Vaji i ullirit ju ndihmon të ndiqni sasinë e dhjamit të tepërt, sigurisht i kombinuar me dieta dhe ushtrime të rregullta, do të sjellë kështu rezultate të kënaqshme për sistemin tuaj tretës. Vaji i ullirit duhet të konsumohet çdo ditë edhe për lehtësimin e një sër komplikacionesh, ndaj edhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më të mira ushqyese për organizmin dhe parandalimin e shqetësimeve tuaja të trupit. Për tensionin e lartë të gjakut, mjafton të konsumoni 30 deri në 40 ml vaj ulliri ekstra të pastër çdo ditë, si pjesë e dietës suaj. Një opsion tjetër është duke përdorur 400 ml të ekstraktit të gjetheve të ullirit 4 herë në ditë. Për parandalimin e problemeve të zemrës mund të konsumoni 50 ml në ditë. Për kolesterolin e lartë këshillohet 25 ml në ditë. Kështu, përfitimet që do të vinë në shëndetin tuaj nga përdorimi i vajit të ullirit mund të jenë gjithashtu nga më të ndryshmet, dhe vlerat që do të merrni prej tij do ta bëjnë atë si një nga produktet më të veçanta ushqyese për trupin dhe shëndetin tuaj. Vaji i ullirit nuk duhet përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi dhe në trajtimin e problemeve të ndryshme të trupit. Kështu, përdorimet që do të merrni nga vlerat e tij do të jenë të gjëra. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes do t'i ofrojë trupit të gjithë elementet ushqyes për një organizëm të shëndetshëm. Gjithashtu ai do të forcojë imunitetin, sigurisht edhe mirëqenien. Gjithashtu, ai mund të shtojë shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme dhe vlerat që do t'i ofrojë në trupit do ta kthejnë atë në një nga aleatët më të mirë për organizmin tuaj, citojnë ekspertët. Sipas studimeve të siguruara nga Brightside, konsumi i një luge me vaj ulliri esëll çdo mëngjes do të ofrojë benefite të qëndrueshme për një organizëm të fuqishëm gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se konsumi i vajit të ullirit rregullisht për një javë mund t'i ofrojë trupit tuaj gjithashtu edhe përfitime të mira në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij.
Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes do të ofrojë 120 kalori, 14 gram yndyrë dhe as pak kolesterol. Rreth 77% e yndyrës së vajit të ullirit është mono e pangopur dhe 9% është poli e ngopur, ndërsa 14% është vaj i ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit është një nga produktet më të mira ushqyese dhe përfshirja e tij në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv edhe në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e shqetësimeve të tij. Por çfarë e bën vajin e ullirit një nga vajrat më të mirë për shëndet? Gjithashtu ai përmban edhe përbërës fenolik, trisol dhe hidrotrisol. Vaji i ullirit lidhet me numrin më të ulët të humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare, me numrin më të ulët të humbjes së jetës në vendet që ato e përdorin krahasuar me vendet që nuk e përdorin. Studimet kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin ndaj zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ato kanë arritur në përfundimin se ai ul aktivitetin e P21 ras një onkogjeni që parandalon dëmtimin e ADN-s. Studimet tregojnë se ndryshe nga vaji i misrit, i cili rrit agresivitetin e problemeve, vaji i ullirit kishte një efekt krejt të kundërt për organizmin tuaj, duke pasur një ndikim më të lartë sidomos në përmirësimin e shëndetit tuaj. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është oleokantal, një lloj fenoli natyror që mendohet se nxjerr jashtë proteinat abnormale të Alzheimerit nga truri. Për të mbështetur këtë informacion, studiuesit kanë shpjeguar se sëmundja e Alzheimerit është më e vogël në vendet e mesdheut, ku përdorimet e vajit të ullirit janë më të gjëra krahasuar me vende të tjera ku nuk e përdorin. Të mirat e vajit të ullirit janë të larta edhe për aparatin tretës. Ato janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje me ushqyerjen dhe radikalet e lira. Studime të shumta kanë treguar për nivele të ulta të problemeve të aparatit tretës, përfshirje në stomakut dhe zorës së trash. Kjo më së shumti atribuohet polifenoleve të vajit dhe antioksidantëve të tij antiinflamator. Vaji i ullirit është i pasur gjithashtu edhe me element ushqyes të rëndësishëm për trupin tuaj. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do ta bëjë atë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për organizmin. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik dhe trisol, që ndihmojnë gjithashtu në shmangjen e problemeve të pankreatitit akut, që është inflamacioni menjëhershëm i pankreasit. Ndaj, nisja e dietës suaj për të fuqizuar organizmin duhet të bëhet gjithmonë edhe me këtë vaj vërtet të shijshëm. Sigurohuni që vajin e ullirit ta konsideroni si pjesë të recetave tuaja të përgjithshme dhe kështu vlerat që do të merrni prej tij do ta bëjnë gjithashtu një nga elementët ushqyes më të rëndësishëm për trupin. Vaji i ullirit do të shndrojë lëkurën tuaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor edhe për shumë produkte kozmetike, nga të cilat do të përfitojë edhe shëndeti i lëkurës. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do ta bëjë atë një nga elementët më të mirë ushqyes. Vaji i ullirit mund të sjellë përfitime të mira edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt, duke ndikuar kështu pozitivisht në reduktimin e problemeve tuaja. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur vazhdimisht me vajin e ullirit mund të ketë efekte pozitive për peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se përdorimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të sjellë gjithashtu rezultate të shkëlqyera për humbjen e kilogramëve të tepërt dhe për të sjellë gjithashtu edhe efekte të mira në shëndet. Vaji i ullirit është një element shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj të trurit. Të pish rregullisht vaji i ullirit ndihmon për të hequr grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë dhe mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit do të sjellë gjithashtu rezultate të shkëlqyera edhe për shëndetin e kockave. Një nga elementet që gjendet e vajit të ullirit është edhe përfitimi për shëndetin tuaj kundër artritit reumatoid dhe mund të sjellë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.